Për rrethonat që bisedum, kisha me thonë që vlerësoni jetën. Vlerësoni jetën, mos nguti asnjë vendim me marë. Qoftë kur dikush ja u shkelni drejtoni shtetit, drejtoni organeve kompetente, mos e merrni drejtësinë në durët e juaja. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë, faleminderit. Si po kalon? Mirë. Përshëndet. Mirë jemi, faleminderit. Disponimi? Mirë, pse sot pak koha se Prizrenin e kemi vizitu kur ka qenë koha mirë me diell, e sot pak ftoft jemi mësu me pa pak ma gjallë Prizrenin, po me gjithat mirë është. A u dikon për cilit vend kem? Jemi saksisht prej fshatit Siqeu, komuna e Klinës, rajoni Pejes. Jeni Kosovë, punoni? Po, me profesion jam jurist. Po. A e zhvilloni këtë profesion? E zhvilloj në disa pjesë, ku ato më lejohet ligji me përfaqësime, po edhe në bashkëpunim me kolegë tjerë, avokat. A u dikon? Sa donë që të punë që e bënë? Me të thot drejtën e du se nuk jam hinë rastisht në këtë profesion, edhe pse drejtësia është i ka ato sfidat e veta, po prapë si profesion e du edhe është e shenjtë diçka, edhe njihesh mirë kur mundesh me shërby qytetarëve mirë, njihesh mirë shpirtnisht. E përmendit që është fillim drejtësin. Po. S'ta ka drejtësi në vendin ku jetojmë na këtu. Po, me thonë drejtën nuk kam bona i statistik, po përgjithsisht në sistemin e drejtësisë ka progres, ka reforma në drejtësi, nuk muj me thonë që nuk ka hala vend për të dëshiruar për përmirësime më bënë ma mirë, po prapë muj me thonë që mirë është, ka drejtësi. Po drejtësia absolute jo veç të na, po edhe në shumë vende është bukur vështirë gjithmonë me thonë që u arrit drejtësia absolute, po 90-80% besoj që ka drejtësi. Do më nisë të rastet e fundit që janë mjaft shumë ta, shtimi i madh i rasteve, do të thënë tek vrasjet, tek këto të fundit të ngjarjet që janë, nuk ka drejtësi shumë për ata njerëz ndoshta që kanë bërë çmos në vendin ku jetojmë. Çdo ditë ndoshta shohim që ka vrasje, dënime. A ka drejtësi për ata njerëz, domethënë që i bëjnë këto? Sa funksionon? Po tash në pjesë të madhe të rasteve veç po i shohim përmes media, po jo gjithmonë janë mediat ato që mundin me pasqyru realisht ngjarjen ose drejtësinë. Janë organet e drejtësisë ato të cilat në fund me një verdikt ose një gjykim të formës prerë e vendosin që a është dhënë drejtësia apo jo. Në bazë të provave shqyrtohen edhe mandej jepet një vendim meritor, besoj gjykata. Në shumicën e rasteve jam i bindur që ka vendim meritor. Në këtë rast kisha me thonë që qëllimi i dënimit, se shumica kuptojnë që gjykatat ose shteti po hakmirët ndaj këtyne. Jo, qëllimi i dënimit thotë që është që personin ta riedukoj, ta përmirësoj qëntarën mos mi përsërit ato vepra, po të njëjtën kohë me mbrojt edhe shoqërinë prej kriminalitetit, prej veprave penale të ndryshme, siç e përmendën vrasjet, dënimet këto, edhe kjo është ajo që ta rrihet qëllimi i dënimit kur gjykata ju jep apo ju shqipton një dënim kryesve të vepra penale. A do të persona të kenë dënim përjetshëm me jetë, nëse kanë bërë diçka shumë të madhe në raste që kemi të fundit shumë? Po këto e parashëm mësë miri Kodi Penal i Republikës të Kosovës, janë rrethonat, vrasjet, në mënyrë se si është kry, në çfarë rrethonash edhe ndaj personit, atëherë e merr vendimin meritor, edhe gjykatat e vlerësojnë që është për m'ju dhënë një dënim maksimal, dënim i përjetshëm apo çfarë. Ju si jurist, si po sheh kohët fundit ka ngjarje shumë ta që tek vrasjet, tek dhunimet, a ka pasur në të kaluar më shumë apo tash si numër ashtu shumë? Po shiqo tash çorëm, në të kaluar nuk është që s'ka pas. Po tash mjetet e informimit, të jemi të sinqert për më të voglin ngjarje, për një ngjarje shumë të thjeshtë, ndoshta informohet në moment opinioni. Përpara na dim gjithë nuk ka kjo teknologji, nuk ka pas mjete, ndoshta ngjarjet më të mëdha, më të rëndësishme nuk kanë mujt me mbulu. Tash ti them drejtën, ndoshta për një diçka thjesht, një aksident sa do të vogël, një gërvishtje automjete pasyr, den mjetet informimit, se mos flasim për vepra pak më të rënda. Edhe kjo ka ndikuar që ndoshta njerëz po thonë
Po ndodhin shumë raste përpara s'ka ndodhur. Ka ndodhur, po përpara nuk janë pasqyruar, nuk kanë fol njerëz. Tash liria e shprehjes është e garantuar me ligj, po edhe në njëjtën kohë mediat po e pasqyrojnë edhe më thon drejtën po bojnë mirë që po i pasqyrojnë. Kto se kjo i shërben që edhe publiku me bën një farë formë një presion mbi ato organet kompetente të cilat nuk veprojnë, edhe pse janë thirrur për me vepruar në raste të caktuara, ndaj viteve të caktuara që bojnë vepra të kundërligjshme. Që tash pikërisht në këtë temë një mesazh për fund me dhënë, ju si jurist. Në çfarë kuptimi? Mesazh për krejt qytetarët? Për këtë qytetarët, për rrethonat që bisedon gjithë të ngjarjet. Për rrethonat që bisedum, kisha me thonë që vlerësoni jetën. Vlerësoni jetën, mos nguti asnjë vendim me marrë. Qoftë kur dikush ja u shkelni drejtoni ju shtetit, drejtoni organeve kompetente, mos e merrni drejtësinë në durët e juaja, kjo kish me qenë mesazh jam për të gjithë. Sepse ne kemi ndërtu me mund institucionet tona dhe do t'ju besojmë atyne dhe t'ju drejtojmë për ndihmë dhe mbrojtjen e drejtave dhe dinjitetit tonë qytetar. Përshëndet shumë. Të faleminderit shumë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, faleminderit. Si po kalon? Mirë. Përshëndet. Mirë jemi, faleminderit. Disponimi? Pa mirë, pse sot pak koha se